Hoxha, çka po na sugjeron për këto 10 ditët e Dhulhijhes? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Këto 10 ditët e Dhulhijhes që me natën që po vjen filloj, pra prej sontes e natën që po vjen, janë ditët dhe netët më të mirë që ka falë Allahu xhalla xhelaluhu në këtë dynja. Janë ditë edhe më të mira dhe më me vlerë se ditët e muajit Ramazan. Këto 10 ditët e Dhulhijhes. Haxhit shkuan, inshallah shkojnë që është më mirë, edhe bëhen rahat inshallah taala. Prandaj këto 10 ditë janë 10 dita të çuditshme, që duhet me pas kujdes. Ligjëratat ju veç i keni në për derse vitit e kaluar, vitit e parshëm e kështu me radhë, hoxhallarët këtë kanë folë për këto 10 ditët, po pak a shumë një sugjerim që të kemi parasysh. Këto 10 ditë ju përngjajmë edhe na haxhive, sikur me kënë edhe na me haxhit atje, e sidomos na që do të prejmë kurbana, ato familje që prejnë kurbana, do të hynë prej sonte, prej natës sontes, inshallah taala. Dita e sotit data është e jona këtu 29 qershori sot, do më thonë nesër në 30 qershori, veç në dita e parë e Dhulhijhes. Këto 10 ditët më ju përngja edhe na haxhive, mos mi prethoj, mos mi shkurtu mustaqet, mos me ndreq mjekre, mos mu pastru në vendet e turpshëm, krye familjarët, ata që prejnë kurbana, jo antarët e familjeve, krye familjarët, më ju përngja haxhive, sikur me pas shkuane haxhillëk. Mandej veprat e mira këtyre ditëve ka agjerim, lexim të Kur'anit, agjerim, lexim të Kur'anit, sadaka, veprat mira, lloj veprat e mira kreti dini. Andaj ju sugjerojmë të gjithëve që t'ju përngjajmë edhe në haxhive, mesin e këtyre ditëve, plus e kemi ditën e Arafatit që duhet agjeruar, a ditë që janë haxhit në Arafat, na e agjerojmë këtu. Kështu që me një fjalë ju përngjajmë edhe në haxhive. E që ta keni kretë parasysh, do më thonë, prerësit e kurbanit, ata që prejnë kurbanin, krye familjarët, të hynë këtyre ditëve me një seriozitet pak më të mirë dhe më të fortë, që t'jenë më të kujdesshëm, sikur që u theksua, mos me i pastru vendet e turpshëm, jo pastrimin e guslit, tushi lejohet normal, mu pastru trupi, po mos me i prethoj, mos mu nënsjetullat, mos me rru mjekren, mos me shkurtu mustaqet. Me një fjalë, haxhit, si t'hin hiram, zenë se ati ke hin hiram me haxhit, kush është prerës i kurbanit dhe kush është kujdestar i shtëpisë. Kurse antarët tjerët, ju lejohet normal këtë gjërat. Edhe neve na lejohet, po është mirë me hi këtë sunnet, apo mund të quhet edhe të mëdhëbet e ndryshme dhe vajxhip me hin këtë edukat islame këtyre 10 ditëve, me ja bo hizmetin ma shumë xhamisë, e leximit të Kur'anit, e me shku në xhami, e me qu fëmijët në për xhamia, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse çka bëjnë fëmijët vepra të mira, nuk ju bëhet mungut sevapi i fëmijëve as prindve. Domethënë, çka marrin fëmijët prej sevapeve këtyre ditëve, marrin edhe prindët e fëmijëve, për arsye se i kanë edukuar këtë rrugë. E lutim Allahun të lëshanuhu që të na i pranojë veprat e mira, haxhit shkofshin rahat, u kthefshin rahat, inshallah. Allah ju boft kabul të gjithëve haxhive, jo vetëm haxhive tanë, të gjithëve ju boft Allahu xhalla shanuhu kabul, edhe kurbanat këtu, edhe atje, edhe haxhin, edhe Allahu xhalla xhelalu ju pranoft lutjet e tyre që bëjnë për neve dhe për këtë umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Këto pak fjalë të shkurta, ju përshëndesim, inshallah i kalojmë ditë të mira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.